Presidenti i Republikës Bujar Nishani, i pranishëm në punimet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, është përballur me një lumë pyetjesh nga raporterët e KIS. Por eurodeputetët e interesuar për situatën në Shqipëri kanë marrë si përgjigje një panoramë roz nga ana e kreut të shtetit, që nga atmosfera përpara zgjedhjeve të vitit të ardhshëm deri tek sundimi i ligjit apo respektimin të drejtave të njerëzit. Zoti Nishani përmendi miratimin e kodit të ri zgjedhor me konsensus nga të dyja palët politike. Let me just to inform you some latest development in our parliament. Më lejoni që t'ju informoj për zhvillimet e fundit në parlamentin ton, të cilat janë shumë inkurajuese. Mazhoranca dhe opozita arritën një marrëveshje dhe miratuan me konsensus kodin e ri zgjedhor. Në amendamente u reflektuan të gjitha rekomandimet e OSBE-ODIR, si dhe u miratuan të gjitha kërkesat e opozitës. Gjithashtu në parlamentin ton kanë nisur procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri të KQZ-s, që shpresoj të votohet me konsensus ashtu si kryetari paraardhës. I pyetur nga raporterët mbi hapat që janë bërë në Shqipëri në fushën e sundimit të ligjit, Nishani përmendi si ilustrim pozitiv miratimin me konsensus të ligjit për kufizimin e imunitetit, por tha edhe se prokuroria është e pavarur. The rule of law, it's Sundimi i ligjit është bazik për një shoqëri demokratike. Më lejoni t'ju them se së fundmi parlamenti ynë me miratimin e mazhorancës dhe opozitës votoi disa ndryshime në kushtetut për kufizimin e imunitetit të deputetëve dhe zyrtarëve të lartë të shtetit. Ky është një mesazh i qartë për respektimin e ligjit. Pyetje se përfaqësuese serbe mbi hetimet për raportin e Dikmartit, presidenti Nishani u përgjigj se vendi ynë është i interesuar për kryerjen e një hetimi të plotë dhe për këtë edhe nga ana ligjore i ka ofruar dhe i ofron mbështetje të plotë EULEX-it.